Në këtë çështje i bëj thirrje gjykatës kushtetuese të parashikojë seancë publike në gjykimin e kësaj çështje, mbasi është çështja më e nxirr në historinë e jurisprudencës europiane dhe botërore. Kur ndonjëherë një kryetar qeverie, një kryeministër, shef ekzekutivi, pra president qoftë ai, nuk ka shkuar në gjykatë kushtetuese për të mbrojtur masat që gjykatat tjera kanë marrë për vjedhje klamoroze të dokumentuara në të gjitha aspektet. Ky akt i Edi Ramës lidhet absolutisht vetëm me implikimin e tij gjerë në vesh në këtë aferë dhe aferat tjera që vinë mbas. Edi Rama kundërmon sot në Europë dhe në botë si kampion i vjedhjeve të popullit vet dhe kundërmon si Ramaduro apo Noriega i Europës. Përpiqet si mbyturi të kapet në fije bari të bëj presionen nga më absurdet ndaj sistemit gjyqësor në një kohë kur është, u them shqiptarëve, absolutisht i pashpresë. Është një bashkëpunëtor i organizatave kriminale dhe karteleve të drogës. Dhe ky është kualifikimi botëror sot me një rrugën e për Edvin Kristaq Ramën. Është padyshim hyn në Guinness. Është regjistruar në Guinness si kryeministri i parë në histori që në vend të dorëheqjes ndaj ministrës së tij bëhet avokat në gjykata dhe kërkon ta mbrojë. Duke i dëshmuar popullit të vet se çfarë fatkeqësie dhe mjerimi u ka sjellë ai gjatë qeverisës së tij. I kërkoi parlamentit të bëjë të gjitha demarshet që gjykata kushtetuese të zhvillojë seancë plenare të hapur për publikun, në të cilën shqiptarët të shohin me sytë e tyre, të ndëgjojnë me veshët e tyre, se si Edi Rama ka zëvendësuar institucionin e dorëheqjes dhe shkarkimit me institucionin e vjedhjes qeveritare. Ju bëj thirrje gjykatësve të denoncojnë në format që i gjykojnë të përshtatshme çdo lloj ndërhyrje në punën dhe veprimtarinë e tyre dhe të hedhin në kosh mashtrimet dyditore të Edi Ramës, duke cituar Komisionin e Venecias për gjëra që ai nuk i ka thënë kurrë, nuk i ka shkruar kurrë. Pra Edi Rama rishkruan dhe dokumentat për të mbrojtur veten e vet, rishkruan dokumentat e Komisionit Venecias dhe vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, rishkruan Konventin Europiane të drejtave të njeriut për të mbrojtur veten e tij se sa për Belindën, sa për Lubin e kishte hedhur 10 herë në lanë Gjertani.
Tani vazhdoj me serialin super skandalos të vjedhjeve të tyre.